Kur të vjen një gjob në Gjermani, shumica e njerëzve bëjnë një gabim fatal. E hapin letrën, e shohin shumën dhe e paguajnë menjëherë, pa e ditur që ligjërisht nuk janë të detyruar ta pranojnë. Çdo dënim me vetur në Gjermani ka një afat ankimi prej 14 ditësh, dhe brenda këtij afati ti ke të drejtë të kërkosh prova nëse dënimi është i saktë. Këtu fillon loja, sepse autoriteti duhet të provojë që aparati i shpejtësisë ka qenë i kalibruar në ditën e matjes, që dokumentacioni është i plotë dhe që shoferi identifikohet qartë. Nëse një nga këto mungon, matja shpallet e pavlefshme dhe gjoba bie poshtë, ose zvogëlohet, bashkë me pikët në Flensburg. Ankesa nuk do të thotë që ke bërë diçka gabim, do të thotë që po përdor të drejtën tënde ligjore, dhe derisa rasti shqyrtohet, asgjë nuk bëhet finale. Prandaj mos e prano kurrë automatikisht një dënim, sepse shumë njerëz kanë kursyer mijëra euro dhe pikë vetëm sepse kanë dërguar një tekst të thjeshtë ankimi në kohë. Unë do të përgatis një tekst profesional ankimimi për çdo lloj dënimi me makinë. Do ta vendos në linkun në profil, ju vetëm e shkarkoni, e plotësoni dhe e dërgoni brenda afatit. Shkruaj koment nëse ty ose dikujt që njeh i ka ardhur një dënim dhe mendon që nuk është i drejtë.